Po ashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin i cili e transmeton Enesi radiallahu anhu, thot një ditë prej ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte pranë neve dhe na transmetoi dhe na foli për ditën e Kiametit dhe tha, atë ditë njerëzit do të bëhen tub, atë ditë njerëzit do të tubohen vëllezër të ndershëm, do të bëhen tub dhe do të shkojnë te Ademi alayhis salam, që të kërkojnë ndërmjetësim, që të kërkojnë shefat nga përgjithësitë e mëdhoja, nga galet e mëdhoja, nga telashet e mëdhoja e kësaj dite, do të bëhen njerëzit tub, sikur sot njeri kur e ka një hall dhe kur e ka një dert, bashkohen disa njerëzi dhe shkojnë kërkojnë te dikush, mirë po këtu në dunja është lehtë, nga se mundesh mja gjes zgjedhën, nga sa atë ditë nuk do të ketë zgjedhje tjetër, pra do të bëhen njerëzit tub dhe do të shkojnë te Ademi alayhis salam dhe do të kërkojnë ndërmjetësim te Ademi alayhis salam. Mirë po, Ademi alayhis salam çka ju thot wallahi thot, nuk e kam këtë drejt, nuk e kam këtë mundësi, nga se i kom gajle dhe telashet e mia. Thot shkoni te Musa alayhis salam, thot shkoni te Musa alayhis salam, nga se ai është i cili ka folë me Allahun subhanahu wa taala dhe shkojnë te Musa alayhis salam dhe kërkojnë prej atij ndihmë që ai të ndërmjetëson. Thot wallahi unë nuk e kam këtë mundësi, wallahi unë nuk e kam këtë drejtësi, nga se unë i kam drejtet e mia. Po ashtu shkojnë te Isa alayhis salam dhe i thojnë Isës alayhis salam, a ka mundësi të ndërmjetësos, nga se Allahu ti të ka veçu. Thot Isa alayhis salam, wallahi nuk e kam këtë drejtësi, nuk e kam këtë mundësi. Shkoni te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nga se ai është i cili mund t'ju ndihmon në këtë. Shkojnë popullit te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe kërkojnë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që u mundson dhe t'i ndërmjetëson, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, unë e kam këtë mundësi. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam del para Allahut subhanahu wa taala dhe ul kokën te poshtë dhe thot, ummeti, ummeti, ummeti. Pra Allah i dashur, apo e shef se ti je një ummet i cili Allahut ka ngrit, ti je një ummet i cili pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të dërmëson atë ditë. Mirë po Allah i dashur, sa unë dhe ti jemi ndjekës të këtij pejgamberi, sa unë dhe ti e kemi shembull këtë Muhammed sallallahu alaihi wasallam që ai të ndërmjetëson atë ditë për ne. Për Allah i dashur, ai po e gjendjen e pejgamberëve, këtë thanë nefsi, nefsi, por ai i cili tha ummeti, ummeti, ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa jeti krenar, sa jeti i cili sakrifikon për këtë pejgamber, sa jeti i cili e ngrit këtë sunet në tokë, sa je i cili ti i cili krenohesh se je ummet i këtij pejgamberi. Për Allah i dashur, Allahu azza wa jall do t'i thot, ndërmjetëso, o Muhammed, ngrit e kokën dhe ndërmjetëso, për kanë, për mua dhe ti, ndërsa unë dhe ti, sa jemi krenar në këtë dunja. Për Allah i dashur, e lutem Allahun që Allah na bën për atyre të cilët do ta kemi let ditën e Kiametit.